Ka bo zoti Babadima. Sa është ora? 3:23. 3:23. Quna, e kuptoj që kjo është punë me dinamik. Prandaj u kam zgjedhur. Për shkak të peshës që keni, fleksibilitetit edhe mendje pretësisë që keni. Dëgjoj, për ndokënd nga juve mund të jetë era parë që merr pjesë në aksion për MMD-n, por ju garantoj që era parë në aksion kurrë nuk harrohet. Sa herë do ta kujtoni, aq herë keni për të qeshur. Kështu që ju admiroj për guximin që keni dhe suksese në aksion. O, vllajem. Farë kom pranau bëune? As ke para, as ke dëgjuar. Kjo më pëlqen. Je ushtar i lindur. Unë hiç po kuptoj. Ti nuk e se si të kuptosh se po flasim shqip. Po jeni një grusht, more jezitër. Ti do të dëgjosh udhëzimet e shokut. Ku je të shkutaj, Do t'ju ruaj, më po shkoj të fle. Po më pret të din që une as të nisen nuk kom kuptau, as zhë hiq. Po është e thjeshtë mu. Do hapësh dyrën e drejtorit, do futesh brenda, do marrësh regjistrin, do ndryshosh notën e fizikës. Ja kaq. Po dhe? Ko folëm me tej? Farë folëm e ndajnë vetin këtë u folë tej, ti bis ti fa. Po tej, education the most powerful weapon in the world, Nelson Mandela. Ani unë po boj be? Gjithë ka pëlqy adrenalina dhe gjithë kom kanë hajni mirë. Ja simboli gruas shqiptare. Leti gruaja shqiptare, po çka po japish kur po hapareshi atje? Qa do vlla? Wrangler 00. Shumë më kemo. Sikur t'ja jeve të përdore me 200.000 kilometra mësojtore së fizikës, ma ndryshon të vetë notën. Dekan më bënte. Ani a bon një dëner dhe një jogurt. Ç'është më kimo, titull filmi është ki? Jogbe është ushqim, dëner, piteve, qyshit leri. O, vllajem, ma ndajnë me vetin këtë u folë tej. Education the most powerful world, Nelson Mandela. Tej vend që ti është shembulli i kësaj shkolle, e morëm qaf këtë rinin shqiptare e morëm qaf. Farë folëm me tej? Ti po jes niq. O, vllajem. Dëgjoj. Kjo është punë me dinamik, është punë për burra. Snitch. O, tej. E shikoj, dëgjoj vlla. E shikoj që ty s'ta mban bitha, nuk ka problem. Të falenderit të kam Rixha që dole deri këtu, mbylle kaq e zgjidhëm këtë punë. Ky njeriu këtu i duhet kombit. Ja kaq. Po, valla. Dikush polin pe natyra da snitch. E vet. Fol më në shqip. Tani s'po të kuptoj unë. Kush ka me haparesh derën? Këtë derë mu? Derën, Chelsea, kush po ka? O Flori, po ta kisha Chelsea unë, po qa më duhesh ti o vllai? Ti po dush me haparesh shu sallam? Që prit pak. Ku është indeksi? Çfarë bëre mu? Kë ka bo hajni dreshit hajn. Po te pa e kam pisbe. Une nuk kum pa kur gjan, nuk di kur gjan, s'kom prek me dora s'gjan, shkova une 100.000, po unë i kom. Apo presi shqytu, veç sa ta marri notën. Një javë nuk isha këtu dhe ja çfarë ka ndodhur. Është thyer det, mungon det. Kush e ka thyer nuk e di. Është thyer det, a? Unë dua të them, drejtor. Asnjë fjalë. Elizabeth, ti më ke zgënjur shumë. Kam pasur shumë besim te ti. Çfarë ka ndodhur këtu? Se di, unë s'kam bërë asgjë. Asnjë fjalë. Po pse më pyet pra çfarë ka ndodhur? Asnjë fjalë thash. Luna, ku ishe ti? Unë në Dubai. Është bërë not tani. Dubai? Në Dubai. E si ishte klima aty? E mrekullueshme. Po nuk je rrezitur fare apo ke shkuar me ndonjë punë? Jo, një shoku im punon aty. Shoku? Në Dubai? Dubai? Për çfarë ka atje në Dubai? Çfarë ka të veçantë? Opera Dubai, teatri Dubai, çfarë?
Bregdetin e ka të mrekullueshëm, ha? Vërtet, po pse s'shkojnë në Sarand? A shini se sa nuk jemi patriot, ë? Spenzoni para në Dubai, në Kinë, Hong Kong, Në mend se të shkojnë në Bregdetin shqiptar dhe të investoni për vendin e juaj, ju shkoni në Dubai. Edhe as një fjalë. Unë isha në Fier. Vërtet? Shumë e mirë klima, jam kënaqur shumë. Të gjitha lekët investova aty, jo në lindjen e mesme. Aha, prandaj edhe Fieri po rinovon të stacionin e autobusëve? Jam shumë kurioze di çfarë tjetër ke investuar në Fier, apo ke shpërndar mirënjohje? Po pyet motrën me zemër atë të voglën. Mjaft më ju të dyja, mjaft. Qetësi, për as një fjalë. Këtë muaj do t'ja bëjmë kështu. Nuk do t'ket rroga. Mos. Nuk do t'ket rroga dhe pik. Nëse nuk ju pëlqen, lëreni punën. A ka ndonjë ankes? Me lejoni t'ju. Jo, nuk të lejohet, nuk të lejohet. Ku I ke licencët? Mjep tu. Nuk I kam. Ku janë? I ka Lule Fjerakja, një komshia ime. Më fal, drejtor, çfarë kujton ti se jam unë ajo që mbaj çelësat e shkollës? Kush kujton se e njëherë? Dëgjoj ti, dëgjoj. Jo, dëgjoj ti, se më ka ardhur majt hundës, duke filluar nga ty deri ke ai që mban çelësat. Avashti me tonin. Mos e zgjat shumë se e mora këtë sekretaren ta përplas aturive. Larask, korbisi, në majt hundës më keni ardhur që gjithë. Për 5 minuta kemi mësim në fizik. Në qoftë se nuk vjen, sa të jem gjallë, më gjallë nuk e merr diplomën. U morën vesh? As di personali zemër, no? Faleminderit. Çka shikon ti? Hiç, mbledhje. Edhe mos dëgjoj. As një herë mos dëgjoj, as kush mos dëgjon, ëh? Dubai, me shokun. Hajde, dini jashtë, gjithë, Më lejoni t'ju them që se I përket rrogës unë do ankohem tek organet kompetente. Wow, ma theve zemrën tani. Më dëgjoni, unë nuk ju lejoj të luani me rrogën time, të luani me djersën time. Dyer thyer. Hajde jashtë. Pa der. Për zotin nuk reaguan për paga. Po pra, ç'a të thash? Duhet ta përdorim këtë pak më shpesh, ha? Sigurisht. Madje unë them, I kërkojmë edhe nga 500 lekë sa herë futen në shkollë, O, zoti ma, gjithë ideja. Hajde. Zësha më thira? Po, hajde. Me sa di unë ti merr vesh nga makinat, apo jo? Po. Shumë mirë. Një nga makinat e mia se çka një problem. Përdo çelsat? Ktu ke passwordin, ndez një shenjë që se kuptoj fare çfarë është dhe në vend që të flasësh shqip, shpesh herë flet gjermanisht. A, duhet me shtin kompjuter. Kanë me shtin kompjuter. Çikën tonë, drejtor. Ja, ai gare, po, më fal, po. U kry Elizabet në rregull është do ta shiçoj veturën ma vonë. Tash po shkoj në orë fizikës se për 5 minuta duhet me kon aty. Drejtor, a gjete kush e thaj derën ajo? Jo. Mromi kom një do zona. Po, më kish pas kap një farë gjumi drejtar, si me pas marë malli, për mu nuk më sheki një kësi gjumi Orlani gjys deke. Po, I kom një edhe do zona, edhe diçka u shushurit këty. Kush? Le ati që ti Ramon Zhirafës ta gjenë në dakeka. Hajde. Mbrëm, rreth orës 3:30, dikush është futur në zyrën e drejtorit, ka shelmuar derën dhe me atë rast ka vjedhur dhe regjistrin. Kjo është arsye që unë nuk kam regjistër sot. Kush e ka bërë? Ai ose ajo e din shumë mirë se për kë po flas. Se mos e futur ti, a auto? Jo. E di, po ti e frikaqak, nuk e përballon të fundi. Atëherë, kush e ka bërë? Gjithsesi, unë kam dyshimet e mia. 1.
është gërma e 4 e alfabetit, që i bie Ç-ja, dhe numri 2 është vajza drejtorit. E pse duhet ta thyej një derun, kur mjafton një buzëqeshje dhe hap çdo derë të kësaj shkolle? E di pse? Dyshoj që e ke bërë ti. Duke njohur llojin tënd, aftësinë e imagjinatës tënde të prishur, dyshoj që e ke bërë këtë vetëm e vetëm që ne të flasim për këtë rast. Je papare, je. Nuk e di fare ç'a je. Po në mua pse po dyshon? Që nga dita parë kur nuk të kam besuar. Je ti ajo që çosh në mes natës, shkon pi cigare te krevati shoqes, vetëm e vetëm që të fajsohet shoqja për këtë gjë. Ai vështrim, këto flok nuk bëjmë punë ke mua, fare. Ti more shoh që ke probleme shumë të mëdha. Po, dhe një nga to je ti. A di çka, unë po daj prej kësaj klase. Kam e thirr babin edhe ju diskutoni këto gjëra bashkë. Shko, kallzua babit. Opa, zysha mori topin. Amen. E mban mend atë vajzën që drekuam atë ditë? Vjollcën. Është ndarë nga i fejuari. Ta thash se e di që të interesojnë këto muhabete, prandaj. Me lëviz vendi. Po thash se sa e pash këta skopsite si çift, sa i pash. Prandaj ti them këto gjëra. Atëherë, kush e ka bërë? Më mirë të na e thot vetë se ta gjejmë ne. Unë. Po ti je ëmbël. Alex, tek cili dyshon? Mësojnëtore, po ç'të them unë, tash unë besoj që këto punë i bën opozita shqiptare për të tërhequr vëmendjen e publikut. Thua është futur vetë Sali Berisha? Tash ti, kjo është punë me dinamik, do elaboruar shumë, do fakte kjo punë, s'mund të flasim kështu kotash. Çfarë shkolle që jemi, ha? Tetova? Te e di që unë nuk vetë. Unë nëse kisha hejt vetë për 10 milione tërma. Sa ta i nëzirë drejtore s'ke kë vetë për vetë se ditar, ha? Kush përmendi që është vjedhur ditari? Nëzirë drejtore të kakate, nuk ka diamantin, atë ka, qasa, letra, të njësë gjuk, të njësë tjetër, qasa, të një rakin, që të burë, ka diamantin pak mua atë. E po, dikush mund të futet edhe për të vjedhur një suxhuk. O, unë marrë kom hik? Unë të të hajti! Të hajti! Ik merr një kafe për zyshën, merr dhe një për vete, s'ka problem. Juda Makabe? Ashimtore, kush vjedh bërë duhet bërë i thafshin. Kur herë as drejt shpia vetë me spaft. Marë ljonë të bërë shmiz ju kolshin. Bolmo, ule pak mo. Pishman kof, për jetë. Mirë, bolse, e morën verse, e qave fare. Gjithsesi, këtë çështje duhet ta bisedoni dhe me drejtorin. Tani të shikojmë se kush ka nevojë për përmirësim notën fizik. Nuk e shohim dot. Nuk kemi regjistër. Ja si fundoset një shtet. Ja mënyra më e mirë për të fundosur një shtet. Ti vajz, pse nuk vishesh si shoqet e tjera të klasës? Po ti pse nuk vishesh si babi im? Ç'më kapi këtu. E di pse nuk vishem se babi jot ka brek me xhepa dhe mua xhepa nuk më shkojnë shumë. Tashi do bëhet nen kjo. Moj, a jem vetë ti? E me mjatë si afkara këto, dhe të shojnë tash i e turi e bua vitur. Babi Ari Fikmeti? Mo, a luç ke babit, luç. Qetëso, se si babaj ti. Mbylla gojën ti, civil. E boga, shi. Mbylla gojën dhe ti me boll shpifa. Nuk e kuptoj fare unë çfarë bëj këtu. Po iki. Ku po shkon? Po iki ti jap vetes ti me liri, jam e lirë. Faleminderit Elisabeta. Aman, kujdes, se e shtazan, ndikon tek foshnja. Nga shtazania besh nervoze. E mirë, se e morën vesh. Lapi, kërën në pesh? Shpërt zushe, edhe kom regjistru një kurs judos. Shkap! Ta ma me moshën e dur, kur të bësh 50 vjeç, fillo baletin. Zushe, ka marrë shkat ka pak.
Po, se ja për marrë vesh unë kur po bon hajgore me studenta. Me gjale, Ali? Ma puth faqen. Puthe. Puthe. Vanilla Ice, me gjithse ta kam thënë dhe herë tjetër. Papa, një kafe me lapinotë. Po krysha, në rregull. A duhet nëjsa më pagua? Prandaj. Folë më sa duhet ej. Boft mirë. E të meshme. Shumë e hidur, e keqe. Nashta i kilo a dhomët mërë si ka janë në shien, se kafja është me pedigre. Keqe. Meshme. Dyjat me të mjetën pas të kokët të ilo a dhomët. Valla e keqe që kjo kafe. As ko ka punë pas të këto heq. Shumë e keqe, të lutem ndroj ata parat. Dgjoj, rregulloj dhe pak ato flokët. Mos me ndosh shumë për lekët, a? A zemër. Bëj pak qef. Jeto për qef. Dhe atë barkun të lutem, ule pak se. Edhe pantallonat ngri, se të vare, deri fund kem veke. Ma shtrajt është mi ullë barkun se mi shtu. Që me skofshin edhe qëto të mira, s'pedi shka mi e thonë. Akoma më e keqe kjo. Që kjo kafe nuk është heq. Të pësh kafe të këqia është marifete? Sa duhet për këto më? 2 espresso. S'piva as njerën unë. Falloj ti i përsite se këto vetë nuk erdhen. Nuk e di unë. Unë zjari vete si ve këto si paguaj, more vesh? Se shkoj aty në Viva Freshe pisi zonjë. Në ftyrë tonë dhe mesin kreto, për vete e ki. Për vete i kam unë. U betë juve se do t'ja unë këto. I leçka të i gjakovarve. Se apun portofoni kolaj për këtore. Të fale ape korqe. Këtë për ftyrë tonë e ki. Edhe unë as një lek nuk paguaj. Shko bumer kamera më shefta? Gjakov, mas i metu me që na dy. Mas rasisht e din ku shuqu prom se i kom një da zona në koridor, po mas gut na vetë, te ki gjumin ma t'let, edhe mund është me dit najse. Edhe unë e kom një, Kryt me ma hek nuk di ku shukon. Mos po dyshon na i kon. Qa zotën. Garan Zuka. Zuka nuk ka fjetë, ishë më romë këtu. Jo, a? A di shka? Haqkryje Zuka, e t'ja bojmë ja 30 ditë burg, bërse mollonin e berkit ma ka ples, skeletori kesh. Hajt masë e une, për t'a bëjt mundsh me ty, mi marrë një kredi 20.000 euro kesh me 6% interes. Edhe shkon lunë poker në i ka, knaqesh. Hajt, bëma qëtë nërë. Qatë kisha i një rëthu për bëdhë me mirë, kështë. A di qka? Kafe ndroje, se shumë e keqe, edhe aparatin, edhe shport pak. Tu ka bo barki, veç tu hongër. Edhe mos më mirë me kësi intriga se bili juve gjakovarve nuk ju ka je. Hajde me të mirë. Ej, merë këtë kafe, shumë e keqe. Porët s'tia, harru. A shpia të kaltë. A shpia të kaltë e qëllofsh në gjumë qëllofsh. Po të donit ju, mund të më ndihmoni. Diçka keni dëgjuar. Merni. Praline, shumë të mera këto. Me siguria i që e ka bërë pa dëshirë. Ndoshta është përplasur, pa dashur. Mua më intereson vetëm cili është ai që e ka bërë. Unë nuk di asgjë. Asun. Asti. Mirë, mendojeni edhe një herë, mendojeni pak më mirë. Nuk di asgjë në atë kohë isha në gjumë. Kite to? Ërmof shahal që nuk di asgjë. Mi. Mos bëbe. Po, a më taj mëm presion bëm. Mirë. Alex, në ke dushon ti? Unë nuk flasë më.
Dua avokatin tim. Unë dua një avokat, unë bile dua prokuror. Mirë, ishe. Po nëse del ashtu si që mendoja unë, nuk do të ketë më favore. Lazarati, nuk e ke pasur notët e mira, prandaj ke pas tendenca me ndryshuar, apo jo? Kjo vlen edhe për ty të do. Talk to my end. Kjo është makina, kodin e ke, gjithë shka në regullë, për çdo gjë mjaftohet numri valës. Punë të mbarë. Çfarë halli kishe ti? Po më çmani profesoresha e fizikës. Edhe mua. Unë nuk e di çka ka me mua ajo. Asaj edhe hamburgerin kur ja bien me ma shumë kryp, mua më gjuhet. Çketi se janë nxiu jetën asaj. A di si më duhet me fol me drejtorin. Me siguri ka me lëshua shkollën krejt, ose mos më shkua në orë të fizikës. Flasun me të. Po Elizabet që 3 herë më thua kështu. Ose fol ti, ose ka me fol vetë. Po mirë, pra flit vetë. A di si... Menoj se ma mirë me fol ti. Po pra këtë po të them. Ha qa do bëjmë tani? Me blie çanta. Mirdita. Nono. Mos fyje idiot. Kush jeti? Ramoni. Tani shtyp kodin e nisjes. A kodin e nisjes? Elizabeta 1, 2, 3. Nono më lujdi. Po zotin. A ti e ka fola? Ke theks Kosove. Mundohu të jesh më i qartë. Po, ama jam nip turone. E kom agjen edhe tezën të bloku. Destinacioni ke bloku. Tiranë. Jo, prit veç pak. Elizabeta më tha që kishe o ka dhezët një dritë diçka, më tha më ta hedh një sy. Seksi i panjohur, të lutem, përsërite. Elizabeta më tha, makina ka një defekt, a mund ta shikosh? Nuk kam as një defekt, gjithçka është në rregull. Vaj kam, antifriz kam, filtrat e ri, benzin plot. Luja Elizabet, bra! E pas ke blem kirrin e kitit, a? Më pëlqen zëryt. Shumë faleminderit. Edhe ti mu po më pëlqen shumë si kerra. Nuk jam kerr, jam makinë. Mirë dhe mirë. Do të ta bëj një xhiro? Nono, në më lujti. Do të ta bëj një xhiro? Po, mave? Ullu në mes 2 karikeve. Ja, faliminer shumë. Shumë kerri mirë, ama jo, se po shkojnë e pja bëj një gjiro ma mirë ati 190 shitem. Ha ditën e mirë. Uj, qërë ma derën? Jo, pa një të puthur. Ja dhe muzika. Ku më të puth, veç me dalë me t'i puth pas shyret, dhe di ku. Një të puthur. Të paktën ti puth më mirë se Arif Hikmet Abdul Menafi. Vllat, kom qilë ma derën, ha? Bravo. Shumë mirë e ke reguluar derën. Shumë mirë, bravo. Dëgjo, dua një kamera këtu në fund të koridorit, pastaj një këtu në qoshe, një në qoshet bifes atje, edhe një eventualisht këtu të sekretarja. Dëgjo, pje një kafe, tash vi unë. Qëfar bën ti këtu? Po shoh film. Në ratë punës, e? Po pra. Dëgjo. E di që nuk është mirë që është filma në orë punës dhe kjo nuk është e drejtë.
Dhe ti përsëri e bën, ha? Po vetë një solle filmat. Më the ke shumë kohë të lirë dhe mund t'i shohësh. Të paktën të mos shohin të tjerët. Mirë. Do dalim sonte në darkë, ha? E kam rezervuar një tavolinë në Burz Liçenit. Po më vardisesh? Ti ishe shoku më i miri babaj tim. Babai nuk do të kishte asgjë kundër kësaj. Jo. Faleminderit, jo. Nuk do zgjas shumë. 30 minuta. Po më vardiseni drejtor? Nuk është vardisje, është më tepër respekt. Për respekt marrit rrogën. Mirë. Do të arkoj vetëm. Shumë mirë. Ashtu bëja. Nuk dua filma gjatë orarit punës, edhe nuk dua vonesa më. Njerëz tegër, askush me asken nuk darkon. Do na keq kuptonin, drejtor. Po është vetëm një darkë dreqit ai. Po shko mere ushqime dhe ham të dy këtu bashk. Po, por në restorant është edhe një violinist nga Shkodra. Nuk bën. Edhe mos u vish më kështu. Vishu si njeri, po mendoj njeri normal, femër, normal. Edhe mos shiko më filma gjatë orarit punës. Edhe vonesa më nuk dua. Kupton? Edhe mos hidh në kësi lloj parfumi. E dreq. Që më pas, një lishtë adzana jo, edhe tash me këtë rast duhet t'ishte dor nga posti. Se kur ishte adzanë në besh nervoze me apo jo. Më falë, po pse më drejtohesh mua ti? Po të do bëhesh nënkë, do bëhem edhe petulla pastaj kur të lindesh. Nuk do bëhem nën, nuk e di fare nga të erdhi kjo ide. Zi më erdhi kjo ide mua. Po ti je intur. Jam shëndoshur pak, kaq. Kuptove? Mos të shkoj mendja për keq. E, po dhe në endër të pashun. Unë kur shoh ëndra, e kam dorë me një, të pash me bebe, me një bebe me tulka me radhë ka ty e kishe në dorë, po ai si e pa tash. Profesor, të lutem dalë se nuk po e duroj dot më. Do të bëhesh nën. Jo! Po, do bet! Po këta që kanë para, e fshenjë se kanal nga paparacët. Pa e që e mençur, mirë. O, Lane, këtë muhabet se nuk është atë zanë. Po ti, Qirini ke mbajtur time, po lere me ti se esë të që nga tregon. Njaft! Njaft! Do të përzën nga klasa ti thuaj. Jo, lëre, le të qëndroj. Tetov, që kënes më shkrosh në mund, që mi e bon si callë, që kishe shkroj, sot? Du lëllëtia vdish bruslia. Po, be dulo, po pse be vla jonë, po pse be taj, pse taj? Pse? Gjitho në thraosh me kotë. Grafit anonim, Banksy. Me demek, o vleje, ma mo ban kauboj se një qumë kushton 1 euro. Tup në balë, plup në tonë. Më pëlqej si shkaravit në muret, se është atraktive për turistët. Këmoni, me erini. Profesora, mund të dalë? Jo. Po ku do dalësh me në të ftohtë ta previtosësh beben? Po mjaft moj se nuk ka bebe? Me preke unë, po. Profesor? Po, urdhro. Unë po kam pyesje shumë serioze, apo bëj? Po? Faleminderit. Mirë dita, mirë se keni ardhur. Faleminderit gjithëve për respektin. Profesor, unë dje kom pa filmin e Iskanderbej, 35 mm, edhe kom lezu pak historiada, pak libra pi Turkije, ama libri po jep tash diçka tjetër, po ka realitetin ndryshe. Po jam shumë kureshtar. Faleminderit. Te filmi 35 mm po thot që Iskanderbej kanë marrë si bebe. A te libri pe Turkije po thot që Iskanderbej ka shku atje ka lut me marrë Jeniçer.
Qa tha? Thot se si pas librit cilin ky e ka lexuar, Skenderbeu ka qenë ai i cili është lutur sultanit që të shkojë të luftoj për të. Gjishja mo jer kokës, ore ti! Më fali se do të sqaroj unë këtë punë tash. Ja, lema mu se jam të ushtru judo e du mi provu do stilan to. O, vrat, profesor, ki këta u ka ardhë me qëllimet caktame. Mua më çudit, si ton këta burra janë këtu edhe hala nuk e ka raku shport. Vërtet po ndodh kjo, profesor? Na del njëri dhe bën pyetje të tipit me çfarë dore po ha Tarzani? Del tjetri dhe përgjigjet? Të lutem, a mund të dal? Jo, po më vjen keq. Dëgjoj. Pse po vishtit në kjo shkollave? Faleminderit shumë për që keni ardhur. Unë po edukoj, po mësoj gjuhën arnauçe edhe po thithi fondin unë mikit. Po marr bursin. Bursin nuk e ki prej unë mikit, po e ke prej shkollës. O një mut be? Shka po du me thonë, unë është pa shkolla das, po ka byrek me nxet me ajron. Në që ty të pyes një gjë tjetër. Cili verzion të pëlqen ty më shumë? A të pëlqen ty verzioni që Gjergj Kastriotin e kanë marrë si fëmijë otomanët, apo të pëlqen verzioni që Skenderbeu ka shku vetë vullnetarisht për të luftu për? Allah birë mu, s'po intereson asë janë apet si s'po. Shka po dunë është, unë po mësoj, po na marrë notën e mirë, mesataren e mirë, edhe ditën e mirë. Se di qëfar të them ty, Çfarë ti thaosh? Ti besh mund lullet ballit e në tokë mazroj shavratin, ha. Ani kush po fal, mini remoj motër. Ajde marrë shkatjen tutova atje, atë të lumba. Mojni ti shoqe eme. Shko me agjen ke merë hasos me hodra. Po ti nazizme po je. Qëllova be o, profesor. Ajde marrë shkatjen tutova, bën shlajfa me kërë në bërë shkollas atje, me manta pembe. Pembe, që fjallë tyrqe? Mobe se të ra keq, o avrat. As me gish bez më gudzojsh me prejk. Hajde, ti po prejkish, unë e fiu e o leksi. Po vina ta me njera, ty, mas ne po ta lëshojnë qenin e minave, ti po dhije stuqi, edhe mas ne një dhe bigarja. Bigarja, që dhe një aty që? O, dhe ta thki të rejnin ka qapa dhe ta thki, o avrat. Ti po kërsnësh mu. Mos haro po kam dëshmitar okular, da mas nena po shkatroj jetën. Mos haro. Be ka tha goja, po ka dikush diçka omën? E po bollo, se so si ujtë e gamines tënde. Je zit, po ja zët të qoftë mu. Që edhe një fjallë tyrqe, ja zët. Profesor, a mundem o profesor? Dëgjo, fillimisht, ju kërkoj gjithve falje për këtë atmosferë destruktive që u kryua këtu. Isha pjesë e këtij debatit edhe pse nuk fola. Është e gjitha për fajin tim. Ju kërkoj ndjes. Më solli një shok nga Lazrati një pako me duan dhe i thash këtij mos e pi, po si duket do e ka të marrë ndonjë cigare fsherazi dhe e ka pirë. Atë thash mu. Pse me shka ke dhanë ti mu? Jam këtu. Lulkuqe mbi grur mo. Ke pirë duan lulkuqesh, lulkuqe mbi grur, e kupton? Pse po një pak? Po ndjem pak se s'ka pas ureshe dhe isha ta rënja. Këtu. Pse po të shomak nej? Ore dëgjo, këtu, ja. Ja ku jam, ja. Sepse ke pirë farën e lulkuqes, është duani fort, nuk e i stërvitur, nuk e i përgatitur. Pse ka të rëfytim? O shpirti vlajt, jam këtu, o Flori. Sepse ke pirë, pra ndaj. Mirë. Më falni. Ullu, qëtësi. Mund të dalësh nëse do. Faleminderit. Jo ti, më vjen keq, jo. Jo, por e edhe onë në shtu se po pëlqen haluci. Gjakov, hajde më rërime, zërështaci, a e një gzu? Faleminderit, profesor, jena gzu, shumë jena gzu. Profesor, natën e 3 ditës parë zërështacit, e kena organizu një heng, kajtë zërështaca, rap, 5 shtaci atë. A heng me njerëz të kulturun, njerëz dolen, njerëz me pedigre, me plesht krehen, klon, vish edhe fistonat e balerinave mi u vesh, profesor. Ja, si vjet, e keni meritu, keni punu fort, valla. Po kena meritu, kena punu me kshila që ti arbnorit.
Mes të ishin konë qëto 2 duart e mia, që kënë nënshkrimi jam, gjysa rrugëve nuk ishin shtru, profesor. E meritojme, profesor, pasha kryt e bjordit më djallit hakis, mes ma po fin sytë atë fëmi kur. E meritojme, kina kriju njerëz, kina kriju emblema, më profesor. Dhem për dhenë, ka dhenë jugu. Që. E di më që ka thonë, mirë shumë që ka pas që ka me thonë. Po Gjakova ndryshe, më profesor. Bol ju mdojnë, bol kum po, amëj, as Londra ma si afrotën nga. O pa u konë Gjakovar nuk mëni mi besu me këta, ndashta dikuj mu mi t'inglu si trollan. Po besom njëse që ashtu është, profesor, që është Saba, tel në qytet. Mirë i len, roll në i qovë, fër, e merë kafen, 50 centi, hop, e merë gazetën, e lexon, t'vjen me i shok, t'vjen fatosi, t'ullet nga, e dikush duka ullë nga rrik, janë gjenonën, janë gjebabën, janë gjenonën. Profesor, ja di tabiot, in letrat bre në dorë ja din. Profesor, qytet i qet, boco. Si në klakat të koka. Që? Po? Kur po në thirë në marësi për meze e raki, e me tjera e lahuts. A, kur doni? Une, profesor, e kum lanë alkoholin. Nuk tha ta e kush të vajshën pesh, nuk do paje me taj, do paje me Lazaratin. Asë unë e bëne paje. Vedëm blëngo, profesor. E ka mblën alkoholin. I bërë kështu një grupë pune, edhe mblidhe i bazit e rrët e qarë kështu dhe diskutojnë për alkoholin. Puna në grupë, pa ta e quajnë kështu rehabilitim. Në kokë të plakës kam ndryshuar. Mirë, se unë do të pi me labën, më shketë. Ja, zësh, Ramoni se ka pi kur, a që je për naj salmon trishtum e qkyll. Ali se s'ka dërë, se pi jonë me qikën e drejtorit. A, jo, unë nesër nisëm për Kalkuta. Mirë, kjo nuk do të thotë që duhet të dorëzohemi apo jo. Unë do të pi me arbënorin e knaqëm. Jo, më profesor, s'kom vakt për të tusune. Ta në rrugë me shkue, me ardhe, jo ushqimi, jo qëroja shtrajt. Lek me profesor. Shë keni mërë, shë nuk keni tek. Pse s'po kam me pi me korë, se nuk. Po do ruajmë belkën. Kemi filluar fiskulturën të shi. Se metan kam, profesor. Po, ketë drejtë, më falë. Nuk është që edhe unë pija shumë, nuk e ti se që e keni unë. Ndë njerë kështu me raste, pak, një teke, ndë njerë nejse. Po, qka ke ti e qikë, nuk po më dukesh mirë. Pa i kam hallet e mia. Mirë. Pak ma aktive. Mirë, po, a bëni vrejtje? Po, no. Për historinë e malësisë tonë shumë pak po mësojmë. Nuk ka kene shkru me oj qikë, por do të flasim edhe për këte. E mirë, se vetëm kjo pjesa tjetër por përmetet. E kini me pauza atë historinë toj. Ta ti kur në folë për histori. Hej! Qanë që këto acarime, që është ku e gjeni këtë energji negative me s'jush? Qënë edukate është kjo? Dje e pata ndorë librin e fjalive të urta Shqipe, si në lindje, si në perendim, si në jug, si në veri, të gjitha janë të njëjta, të gjithë jemi të njëjtë. Ku e gjeni gjithë këta acarim? Pys milet, be? Se sus. Jo kësus, po SOS shtema më fylle. E dini si jeni, për shembull gjenerata jonë, kur takonim ne dikën nga, për shembull Berati, ne gëzoheshim, shoqëroheshim. E ju, çfarë jeni ju? Po s'lexojmë më profesor. As jo i historinë, as kanë ambicje, se shkolla bën trurin, truri pastaj bën mrekullira. E pe korce kjo. Do më të prise shpikave tjerë, fitu. Orën e ardhshme do të organizojmë një quiz. Se shkoj? Pasha zotin qika zushit s'pëdipe që shme thonë u kjerën e pash. Pëlqeu? Shumë e mirë, veç e këzof, shumë e mirë. Si shkoj? Ty be qika zushit s'pëdi që shme të thonë e... Kishe defekt madh? Jo be se si shpun defekti aty heq. E po?
S'po di be qika zushi ta shaur, shkat ke dikush me mua, qka ke puna nuk e di veç, qiko, kerrit të folke. Po, e di, ja kam instaluar vetë edhe kësaj. A fu, a? Po, dëgjo, të detyroj ta puthja? Mëra e qysh ja nisi me ma gjujt. Jo me puth, po thash kur të më shtin me t'ja puth, me guma, me qaka, unë e s'disha. Të shau? Ja, be, ajve dyqysh merë pak si bajat, se kur ja nisi ashtu me më thonë, unë e kom bo do vjetë. Ta ashtu e zinja, ka një farë respekti për mua, kur ja nisi me më folë ashtu oronova pak. Mos u mërzit se është vetëm një makinë. Makinë? Makinë, po kur folë ke ndroj ke shpejtësit vetë. Qiko, del në kësine, në automatik. Ruju. Pra, kush ishte në zyrë? Une. Më shultar. Trego kush? Une kom qenë zyrë. Jo, unë e di që ti e djali mirë. Prandaj të kam ftuar tu. Kam shumë besim të ti. Faleminderit. Pra, kush e ka thyer derën? Unë e kam thyer derën. I ke shaka të mira. Nuk po ka shaka. Mirë. Qëtësov. Dhe fillojmë nga e para. Pra, këtë herë seriosisht, Okej. Mirë, tregom. Kush e ka thyer derën e zyrës? Mara, unë e kam thyer derën. Shumë shakaxhi mirë. Dëgjo, Infan, Mensur, unë e di që të ka detyruar të mos flasësh. E di që ju a ke frikën, mirë po një gjë mbajnë mend, mua më ke në krah. Çfarë do që të të ndodhë më vonë, unë do t'jem me ty. Morën vesh? Pra, me trego, seriozisht. Kush e ka thyer derën e zyrës? Unë e kam thyer derën. Dëgjo, do të largoj nga shkolla. Jo. Do të largoj nga shkolla, po të them. Jo. Kush e ka thyer derën e zyrës të pysh? Unë e kam thyer derën, mare? Unë serios, të pysh edhe një herë edhe për e të fundit kush e ka thyer derën e zyrës? Unë e kam thyer derën. Ti ke thyer derën. Unë kam thyer derën. Po të pysh kush e ka thyer derën e zyrës? Po, unë mare kam thyer derën. Kush ka thyer derën? Po ti se ke thyer derën. Po unë e kam thyer. Tregon ti mu kush e ka thyer derën e zyrës. Allah biru unë e kam thyer. Apo më tregon kush e ka thyer ajo. Allah biru që merre pa. Largoj nga shkolla, dëgjoj. Largoj nga shkolla tash. Jo, s'po guzojsh. Kush e ka thyer derën? Mare, unë e kam thyer derën, s'po me zë. Me jabak. Një. Haro, atejse. Veç pak, vaj. Çfarë predimi ka bërë kjo? Majnin e nanës. Oh. Hey!